Sikur të çdo qytetar i Republikës Kosovës, edhe tek zyrtar publik, konkretisht të shërbimit civil, kjo rritje do të ndikojë jashtëzakonisht shumë të marrë parasysh që krahas kësaj rritje, që është e papranueshme për ne, tani veç kemi edhe një rritje të pakontrollueshme të çmimeve bazike. Dhe pagat të cilat kanë stagnuar ato siç kanë qenë, e bojnë të pamundshme përballimin e kostos së jetesës. Dhe them drejtën është për të ardhur keq, se si në këtë kohë, pa rritje rrogash, me çmime të larta, me gjithë këtë pasurinë toksore që kemi ne, të bëhet një rritje e tillë, e që për ne them të drejtën është e papranueshme, pasi që afekton në mënyrë të drejtë për drejtë kushtet edhe i rëndon kushtet ekonomike të shërbimit civil. Shqo në përgjithësi tek zyrtar publik, kjo qeveria e Republikës Kosovës një farforme i ka injoru dhe më them të drejtën ka pas tendencë edhe të i kap, të ndaloj zërin dhe të i shantazhoj në i farforme duke tentuar kohë pas kohë të i privoj nga disa të drejta. Ju e dini që ne në vazhdimsi kemi luftuar që ta kemi një marrëveshje kolektive, edhe pse është punu ajo që me vitet tona është në sertarët e qeverisë. Kjo qeveri edhe pse ka obligim kushtetues, ka obligim ligjor, ta themeloj Këshillin Ekonomiko-Social si mjet ku sindikatat e përqojnë zërin e antarësisë, prap ajo nuk është formuar absolutisht dhe kjo është e bërë qëllimisht nga ana e qeverisë së Republikës Kosovës. Me paga minimale, ju e dini që ne kemi kundërshtuar formën e rritjes së pagës, edhe në formën procedurale, pasi që ne konsiderojmë që është bën shkelje ligjore, por rrjedhimisht ajo rritje është simbolike, në një farë forme e papërfillshme. Dhe ne në vazhdimsi kemi kërkuar nga qeveria e Republikës Kosovës, dhe duke marrë parasysh inflacionin, duke marrë parasysh rritjen e çmimeve, duke marrë parasysh rritimin e kostos së jetesës, krahas kësaj ta bëjë edhe rritjen e pagës, e cila do të reflektojë këtë gjendje. Kjo qeveri nuk ka interes, përkundrazi çdo ditë më shumë nxjerr vendime, nxjerr akte, rrit çmime sikur kjo fund të energjisë që në një farë forme e vështirëson dhe besomni që zyrtarët publik janë sektori më i afektuar të marrë parasysh që ata varen prej një pagës shtetërore të cila pagë ka mbetur në vend. Një problem tjetër është që edhe pse ligji i pagave është bërë edhe një pjesë legjislacionit sekondar, keni parasysh që ne në për institucione shtetërore kemi ende zyrtar të cilët punojnë me koeficientin 3, që i bie diku 420-430 euro pagë. Dhe para mendoni me këtë pagë. Gjendja civile në Kosovë, zyrtar shërbim civil, gjendja civile janë me tresh. Është inxhinier të katastrit, gjeodezisë, janë me një pagë prap tresh. Janë sektori kulturës, trashëgimisë kulturore që janë shumë e rëndësishme me pagë katastrofike. Pastaj keni parasysh është të punësorit në qendër për punë sociale dhe sektorë të ndryshme të cilat në një farë forme pasqyrojnë gjendjen e mjerueshme të shërbimit civil. Krahas kësaj, kohëve të fundit ju e dini që në një farë forme nuk ka bën pagesa e orëve shtesë as të disa sektore të sigurisë, e unë në kuadër tonë janë zjarr fiksa dhe unë them drejtën për ne si federatë sindikale është e papranueshme. Zjarr fiksat, kur po kemi citata, po dim t'i quajmë heroj sa për sy faqe. Por ata heroj, ne i injorojmë, ata heroj ne nuk i përfillemi dhe para mendoni për punën e tyre, të cilët e kanë bën natën, ditën, duke rrezikuar dhe jetën e vet për ta shpëtuar pasurinë dhe familjet tona, aty nuk u paguan orë shtesë, e fatkeqësisht nuk ju paguan dhe nuk është rregulluar çështja e rrezikshmërisë. Kjo nuk ndodh, them drejtën, unë nuk e di kjo qeveri ka është e orientuar dhe cila është qëllimi, por thjesht ne mendojmë që ky qëllim është qëllim dashakeq drejtuar zyrtarët publik. Po, shqo, ne mbështesimi padyshim edhe fuqishëm këtë protestë dhe do të jemi në atë protestë për arsye sepse ne s'pari jemi qytetarë të Republikës Kosovës, pastaj jemi edhe zyrtarë shtetit. Dhe kjo, siç thash edhe më herët, afekton drejt për drejt në jetesën tonë dhe besoni edhe herë po theksoj, kjo rritje çmimeve
të produkteve bazike. Kjo rritje çmime të palajmëruar për rrymë e rëndon jashtëzakonisht shumë kushtet dhe gjendjen ekonomike të zyrtarit publik në thekë të veçantë të shërbimit civil.